tragedi, kujtore më me qujtë ashtë. Vitin e kaluar na bën ekskursion. E kur atjare keni vizitu kompleksin a? A ne që ka do? Ajo ka gjonë ndë një emocion? I na konë edhe të vorët edhe të kompleksin. Okej, gjithmonë duhemi me mbajtë në mend që du të më konë krenar edhe me pas parasysh se sa sakrifica të jam vo, për më ardhje që të edhe me shiu që të liri që e kemi sa. Okej? Sot do të regoj për luftën në Kosovë, për luftën që kemi pasur me Serbinë. Së pari do e falenderoj shumë familjen Jashari dhe Adem Jasharin, herojin tonë që na shpëtoi. Sot do festojmë dhe festën tonë se jemi në paqe dhe të jemi të lumtur me atë që kemi. Dhe shpresoj që më lufta në botë nuk do të ka. Poqja është shumë e rëndësishme për neve, se pa poqe nuk ka jetë e mirë, edhe ne nuk do të me pos lufta, se na qa 200 vjeti na konë në mbojtjen e Otomanëve dhe Serbëve, edhe do të mi falenderoj Zotit që mo nuk jena në luftë, edhe jena në poqe. Do të mi kujtu gjitha masakra që kena pos, edhe do të me falenderoj familjen Jashari për herojt që i kam pas edhe që na kam mbrojt neve. Po, sot pikërisht me këtë datë, do më thonë si çdo vjet shënohet masakra e Reçakut. Edhe në shkollën tonë organizohen aktivitete edukative arsimore për këtë datë, duke u bazu me moshën e fëmijëve, do më thonë cikli 1 deri në 5. E kemi pasit arsyeshme ne si mësimdhënës klasët e 4 edhe të 5, bashkë me nxënës të përgatisim projekte në mënyrën më të butë, thamë kushtimisht. Nuk ka qenë, ajo ka qenë një masakër shumë e madhe që ka ndodhur në vendin tonë, mirë po rëndësia e veçantë është që nxënësit informohen edhe pse janë të vegjël, të informohen në mënyra të ndryshme, mësimdhënësit e gjejnë atë strategjinë se si informojnë dhe tjetë kjo e vazhdueshme të përcillet domethënë gjenerat pas gjenerat edhe mos të harrohet historia jonë. Realisht edhe në lëndën e shoqërisë mjedis veç përmenden qoftë në pika të shkurta, ne si mësimdhënës kemi për obligim që t'i përcjellim ato informata, mirë po rol kyç luajnë edhe prindërit, ku shumica dërmuese e prindve veç diskutojnë me fëmijët e tyre dhe në shtëpi, ju tregojnë për historinë e lavdishme të vendit tonë, edhe fatmirësisht fëmijët tanë kanë informata bazë për historinë e popullit shqiptar.